Vatikani mbeti pa udhëheqës nga mëngjesi i së hënës, kur Papa Francesco vdiq në moshën 88 vjeçare. Ngjarja që piklloi besimtarët romano-katolik gjithandej botës inicion ritualin e vjetër qindra vjeçar për ta zgjedhur liderin e ri i cili do ta pasojë Argentinasin Jorge Mario Bergoglio. Ceremonia jo e lehtë fillon me të përfunduar të gjitha riteve funebre të parapara për varrimin e papës, që zgjasin 9 ditë. Ajo njihet si konklava e zgjedhjes së pontifit të ri. Në ditën e parë, e cilët vinin nga e gjithë bota, mblidhen në mënyrë sekrete. Ata diskutojnë mbi raportet e marra nga zyrat e ndryshme të Vatikanit në lidhje me gjendjen financiare të kishës, problemet që sfidojnë atë dhe për kriteret e cilësitë e atij që duhet ta udhëheqë botën katolike. Në një moment të caktuar, kardinalet i ndali këto takime dhe fillon konklava, me një meshë në mëngjes dhe votimin kryesor në mbrëmje. Nëse papa nuk zgjedhet herën e parë, flet votimet në formë drejtkëndshme, cilat palohen në dysh digjen nga gjaku i kishës së vogël brenda Vatikanit, që njihet si Chapel Sistine del Tym. Nëse është i zi, do të thotë që papa nuk u zgjat. Kardinalet kthehen për takim mëngjesin tjetër. Ata kanë 2 votime paradite dhe po aq pasdite, derisa papa të zgjedhet. Në atë moment, nga gjaku del Tymi i bardhë. Kjo nënkupton që ka një pontif të ri dhe ai, kushdo që është, del në lozhën e bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan dhe ajo që thuhet tashti është fjalia e famshme Habemus Papam, që do të thotë e kemi papën e ri. Këtë pozitë mund ta marrë çdo burr i pagëzuar romano-katolik, por që nga viti 1378 vetëm kardinalet janë zgjedhur për këtë detyrë e privilegj. Kandidatët kryesor për ta pasuar Franceskon janë 70 vjeçari Pietro Parolin nga Italia, 80 vjeçari nga Kanadaja Mark Ouellet, 80 vjeçari nga Austria Christoph Schönbrunn, 67 vjeçari nga Filipinët Luis Talie dhe italiani tjetër 69 vjeç Matteo Zuppi. Argentinasi ka zgjedhur të varrohet në bazilikën Santa Maria Maggiore në Rom.